Ish shefja kryeqisë Burim Ramadani ka reaguar pas vizitës së presidentit serb Aleksandar Vučić në Moskë, duke cilësuar këtë veprim si një dëshmi të qartë të përfshirjes së Serbisë në orbitën e botës ruse. Nuk ka asnjë dilemë për orientimin që autoriteti i Serbisë Aleksandar Vučić ka. Ai është pjesë e botës ruse, ka deklaruar Ramadani. Ai ka theksuar se Serbia përmes këtij afrimi me Rusinë po vazhdon synimet e saj për destabilizim të qëllimshëm të rajonit të Ballkanit. Sipas Ramadanit, vizita e shpeshtë në Moskë, retorika nacionaliste dhe lidhjet ushtarake ekonomike me Rusinë tregojnë një rrugë të qartë që ka për qëllim prishjen e stabilitetit në rajon në dëm të paqes dhe integrimit euroatlantik të vendit të Ballkanit Perëndimor. Në vijim postimi i tij plot, bota ruse kontrollon Serbinë. Ramadani Vučić në Moskë, Serbia vazhdon synimin për destabilizimin e Ballkanit. Tashmë askush nuk duhet ke dilema për orientimin që autoriteti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka. Bota ruse kontrollon Serbinë, ka shkruar ai.